محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha falëndrimet, lavdrimet, adhurimet tona të kënë vetëm Allahut të mënduar, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Elusim Allahun xhallahu ala që të na ruan nga çdo e keq dhe nga çdo e lig, pavarësisht ta buron nga vetët tona apo na rrezikon nga jashtë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe dërguar i tij i fundit. Të ndërua Allahu besimtar, 10 shi i fundit i Ramazanit është i njohur si një periudhë e rëndësishme, madje një nga fazat më të rëndësishme të muajit Ramazan. Pjesa më e rëndësishme e vitit padyshim është në Ramazan. Dhe pjesa më e rëndësishme e Ramazanit është në 10 e fundit. Në këtë 10 të fundit të ndërua Allahu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shton të angazhimin, shton të zellin, madje zgjon të familjarët e tij që natën ta kalojnë në adhurim, deri në fund të muajit Ramazan, deri kur ka dalë hëna e muajit vjues, muaj Shawal, deri kur është shpall Bajrami, nuk ndalej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me adhurim, me namaz, Kur'an, përmendet Allahut, bamirësi e kështu me radhë. Andaj është një pyetje logjike që e imponon një zëdhshmëri e tillë, një mobilizim i tillë. A thua vallë pse bënte këtë pejgamberi alayhi salatu wasallam? Pse shtonte zellin në këtë pjesë të muajit shumë më tepër se që bënte në pjesë të tjera? Edhe pse në përgjithësi pejgamberi alayhi salatu wasallam tregonte një zëdhshmëri të veçantë, të dalluar në Ramazan në raport me muajt e tjerë. Përgjigjja është e thjeshtë, e njohur për gjithë besimtarët, për shkak se në 10 ditët e fundit është nata e Kadrit. Çka është nata e Kadrit të ndërruar? Dhe çfarë kuptimi ka për neve? Dhe cili është kuptimi realisht i kërkimit të kësaj nate me këtë zell për kushtim dhe angazhim të vazhdueshëm? Nata e Kadrit është një natë e zakonshme, si gjitha natë e tjera. Përveç se Allahu te bareke ve teala deshi që kjo natë të veçohet e dallohet nga gjitha natët për shkak se në të ka zbritur Kur'ani. Respektivisht ka filluar zbritja e Kur'anit. Andaj ai që ia dha këtë vlerë, e që është Allahu te bareke ve teala, këtë mirësi kaq të madhe që na e mundsoi është për shkak se shënohet në këtë natë zbritja e Kur'anit. Dhe ne tashmë me këtë rast, me që Allahu e ka zbrit Kur'anin dhe e ka përmend se adhurimin këtë natë është më i vlefshëm se 1000 muaj. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit më e rëndësishme se 1000 muaj, më e dobishme, më e favorshme, më e frytshme për besimtarët se 1000 muaj. Ma shumë se 1000 muaj. E kjo ma shumë pastaj nuk i dihet ku është fundi. Mirësia e Allahut është e pafundme dhe bujaria e tij është e pafundme. Prandaj një zëllshmëri në disa natë caktuara, një përkushtim pak më i shtuar, një kujdes më i veçantë, ja vlen në raport me këtë shpërblim dhe joshje që Allahu na e bën në raport me këtë natë. Të nderuar, kemi folur vazhdimisht dhe flitet për natën e Kadrit. Mirë për nësi besimtar, nuk mjaftojmë me kaq, vetëm për faktin se duhet me qenë të zellshëm në natën e Kadrit. Çka për te kësaj nate? Çfarë kuptimin e jep kjo natë? Pse ne kaq të zellshëm në këtë natë? Dikush mund të thotë, po hoq edhe përgjigjen, me e vlefshme se 1000 muaj. A është kjo përgjigje mjaftueshme? A përfundon këtu arsyeshmëria e zellshmërisë në Ramazan? Apo shkon për te i kësaj?
pa dyshim se shkon për të kësaj. Dhe ne duhet t'i marrim disa mësime me rëndësi që dalin kuptime bazike që na duhen për jetë, jo vetëm për këtë 10 ditë të fundit, e që i marrim nga veçimi i natës së Kadrit dhe tërë kjo vlerë në këtë natë në raport me netët e tjera. Çfarë kuptime marrim? Pse ne e kërkojmë natën e Kadrit? Nëse të pyet dikush, pse ju kaq shumë përkushtuar në këto 10 ditë kërkimin e natës së Kadrit? Cila është përgjigjeja? Po, ka zbrit Kurani, po sa 1000 muaj, ma shumë se 1000 muaj, a ka për te kësaj? Ka shumë për te kësaj. Këtu janë përgjigje që e arsyetojnë zëvendësmërinë. Por kuptimet e sa i marrim nga kjo zëvendësmëri e që na duan edhe për jetën, jo vetëm për 10 ditëshin, janë shumë më tepër se këto dyja që i përmenda. E para të ndërrodhëzër që duhet me marë nga mësimet, nga zëvendësmëria, nga aktiviteti i shtuar në këto 10 ditë, nga kërkimi i natës së Kadrit është se besimtari e vlerëson dhe e madhron tëra që e ka vlerësu dhe e ka madhnu Allahu te bareku teala. Do të thotë, kërkimi i natës së Kadrit jo vetëm që mundson shpërblime, por edhe ndërton standard tek ne, çish kena me vlerësu gjërat më tutje, çka është për neve interesant, çka na bën për shtypje, çka është me vlerë e çka është e pa vlerë. Mbi çfarë burimi na ndërtojmë këtë standard dhe tjera në jetën tonë, mbi atë që Allahu xhallahu ala ka thënë. Prandaj ne duhet të mësojmë të ndërrozër që asaj që Allah i ka dhënë vlerë dhe aq sa ai ka dhënë vlerë, ne t'i japim vlerë dhe aq sa ai ka dhënë vlerë. Tjetë më rëndësi për neve, për atë sa është e rëndësishme tek Allahu te bareku teala. Ky sinkronizim, ky përputhje mes bindjeve tona, mes kuptimeve tona dhe asaj që vjen nga Allahu xhallahu ala është një projekt i vazhdueshëm që muslimani punon vazhdimisht me i bashku këto dyja. Nuk mund të ketë shpërputhje mes asaj që Allahu e ka vënë të rëndësishme dhe asaj që për neve është e rëndësishme në jetën e përditshme. Allahu xhallahu ala ka bërë të rëndësishme këtë dunja, me punu, me angazhu, padyshim, dhe me fitu këtë dunja për mi garantu vetës një përkujdesje caktuar dhe familjes tënde, e kërkuar është kja dhe rëndësishme, mirë po, a ka diçka më të rëndësishme? Puna për ahiretin, investimi për të ardhmen, për te kësa dunjaja, të Allah është më i rëndësishme se aktivizimi dhe angazhimi për këtë dunja. A është shënjetën tonë të përditshme? A është ahireti më i rëndësishme se dunjaja? A është më prioritet se dunjaja? Është një pyetje që e ngrit vetvetiu kërkimi i natës së Kadrit. Prandaj atë që Allah ka vlerësuar është me vlerë. Atë që Allah ka shpall pa vlerë, s'ka vlerë. Prandaj duhet me ndërtu standard në jetën tonë, çysh i vlerëson senet, çka të bën për shtypje ty, çka të duket ty interesant. Duhet të jetë përputhje me atë që e ka përmendur Allahu xhallahu ala dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kuptimi i kërkimit të natës së Kadrit nuk ka vetëm në shpërblimin e saj, por është edhe në ndërtimin e kuptimeve që dalin nga kërkimi i kësaj nate. Një nga ato është edhe kjo që e përmenda, që të bëjmë një lloj përputhje, një lloj përbashkimi, një lloj sinkronizimi mes asaj që Allah ka vlerësuar dhe asaj që ne vlerësojmë. Që ne ti përshtatemi këtyre mësimeve, që ne realisht të anojmë ka këto mësime dhe ta organizojmë jetën në përputhje me këto mësime. E dyta të ndërmëzë që mund të marim nga kjo është, nga kërkimi natës e Kadrit, pëse ne kërkëm natën e Kadrit? Është për shkak se aja që na josh, aja që na tërhek, duhet tjetë për te i dimenzion material. Aja që arri natën e Kadrit, në adhurimin për kushtim, Allahu xhallahu ala nuk i ka premtu detyrimisht shtim edhe të shëndetit, shtim edhe të, për shembull, pozitës, shtim edhe të pasurisë. Si ka premtu Allahu xhallahu xhelalu? E çka i ka premtu? Shpëlim në ahiret. Po atje është më mirë se 1000 muaj ku? Në ahiret, jo në dunjë. Në ahiret, në botën tjetër. Andaj, edhe kjo është një kuptim i radhës që ne duhet ta instalojmë jetën tonë që ka të bëjë me
shpërblimin. Muhamedi sallallahu sallam, kur ka folë për natën e Kadrit, e ka ndërtu arsyeshmërinë, madje kuptimin e rëndësishëm të kërkimit të kësaj nate, mbi bazën e besimit dhe kërkimit të shpërblimit. Çfarë tha pejgamberi alayhi sallam? Men qama lejletel qadri imanin wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili e kërkon këtë natë, shikoni, ai i cili falet këtë natë, ai i cili adhuron Allahun xhallahu ala këtë natë, e nuk dihet kur është kjo natë. Është diku në 10 ditën e fundit. Kjo është me sakta dhe me vërteta. Ai që e kërkon natën e Kadrit, ai që falet këtë natë, ai që është i përkushtuar në këtë natë, ai që adhuron Allahun xhallahu ala këtë natë, me çka? Me besim në Allahun xhallahu ala. Për shkak të besimit në Allahun dhe për shkak të shpërlimit në Allahun, i falin mëkatet e bëra. Shikoni të ndërmozër, mes angazhimit dhe shpërblimit, në fund ka vendosur pejgamberi sa disa standarde që këto më rëndësi, nga se jeta nuk është kaotike. Jeta nuk mund të jetë jetë që njëri herë i përpozë standarde, herë të standarde caktuara, varet nga epshi, jo. Besimtari është unik në kuptimet e tij, që burojnë nga fjala e Allahut azza wajalla. Nuk është kundërthënës. Për shkak se fjalët e Allahut xhallahu ala nuk janë në kundërthënie, por janë pajtim të vazhdueshëm mes njëra tjetrës. Andaj arsyeshmëria dhe kuptimi i natës së Kadrit burojnë nga besimi në Allahun azza wajalla. Dhe kështu duhet të jetë të jeta jote, vëllai nderuar musliman. Kuptim çdo aktiviteti, arsyeshmëri çdo aktiviteti duhet të jap besimin në Allahun xhallahu xhalu. Nëse besimi sjap kuptimin, nëse besimi sjap arsyeshmërinë, nëse besimi sjap legitimitetin, besimtar nuk bëhet pjesë e asnjë pune të këtij që nuk e gëzon këtë që e përmenda. Besimi në Allahun është lëvizje kryesor. Funksionimi i besimit në jetën e përditshme realisht riorganizon jetën e besimtarit. Ja organizon prioritetet, ja organizon raportet, qëndrimet, reagimet, disponimin e kështu me radhë. Duhet që t'i japim më tepër hapësirë imanit të ndërrodhëzër. Jo t'jetë i ngurt brenda zemrave tona, jo t'jetë i kufizuar brenda deklarimeve të caktuara, pohimeve të caktuara. Jo, duhet të del jashtë kësaj, për që në funksional jetë e përditshme. E nga funksionimi i besimit është që ajme t'i përcaktu prioritetet, që besimit t'i përcaktu raportet, që besimit t'jetë arsyeshmëria e lëvizjes, dhe ai që i legjitimon gjërat këtë dunja, çka është e mirë, çka është e keqe. Prandaj nata e Kadrit të ndërrodhë vëllezër e aktivizon dhe e riaktualizon prap çështën e besimit, se a thua vallë, sa ka hapësirë iman jetën tonë, sa është aktual jetën tonë, sa është funksional jetën tonë e kështu me radhë. Krahas besimit në Allahun, nata e Kadrit e riaktualizon ahiretin, kërkimin e shpërblimit. A bën ti gjithçka në dunja për shpërblim të Allahut, apo ma tepër bëjmë për veten tonë, për një nam, autoritet, lavdat dunjas, apo bas shkafit në lëvizit. Muhamedi asimi ka mësuar këtë që lëvizja tyne, jo është atjet për shkak të shpërblimit. A është standard jo të shpërblimi? Këtë në mëson nata e Kadrit. Dhe duhet jetë, nga se askush nuk të paguën më mirë se Allahu xhallahu ala. Për një vepër caktuar të ndërrozër, këtë dunjaja me donë certifikata mirënjohje, me të publiku gjitha faqet e njohura të internetit dhe rrjeteve sociale, të jesh i shfaqur në çdo televizion për shkak të punës që e bën, as përse afërmi nuk i afrohet asaj që Allahu ka përgatitur nëse je i sinqert dhe bën për hir të tij. Prandaj veprimi jon legjitimohet mbi bazën e besimit, dhe lëvizja jo dhe aktiviteti jon joshet mbi bazën e shpërblimit. Prandaj nuk lëvizim pa shpërblim. Çka ka tek Allahu nëse bëj këtë punë? Çka fitoj nëse bëj këtë punë? A ka sevap apo s'ka sevap? E kështu me radhë. Mjani që ta përfundoj këtë pjesë me një thënie të mrekullueshme. Një lajm i rëndësishëm nga biografia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që e përmend një nga dietarët e famshëm Ibn Qayyim al-Jauziyja rahimahullahu, i thotë kur flet për mënyrën se si folte pejgamberi alayhi salatu wasallam. Me fol, pse flet? Pse thu këtë fjalë?
Mbi çfarë baze falte pejgamberi alayhi salatu wasallam? Thot, fjalët e tij ishin të numëruara. S'ka fol shumë. Dhe falte atëherë kur kishte shpërblim. Ndërsa nëse heshtja sjellte shpërblimin, atëra ai heshte nuk fliste. Do thot, ka fol kur ka pas shpërblim tek Allahu, kur ka hajër. Ndërsa nuk ka fol kur heshtja ishte më mirë se me fol. Gjasë kështu na ka mësuar pejgamberi sa duke thënë: "Men kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut." Ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të flet mirë ose le të hesht. Kush është udhëheci i të folërit, kush e organizon të folërit ton, kush janë dëgjoni mirë, kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit. Prandaj të vëllezër, besimin në Allahun na rregullon të folërit, komunikimin, raportet, prioritetet. Besimi në ahiret na bën që të lëvizim mbi bazën e shpërblimit në botën tjetër. Nëse nuk ka shpërblim, mos lëviz, nga se nuk është e mirë. E në veçantë nëse ka dënim, atëherë më që mos lëviz, nga se nuk ja vlen me lodh veten për diçka që nesër ka dënim tek Allahu xhallahu ala. Asnjë kënaqësi e dunjas nuk është absolutisht e arsyetuar nëse pastaj ka dënim e hedhim te Allahu xhallahu ala. Prandaj, këtu janë kuptime rëndësi që i rënjohes në zemrën tonë, zëllshmëria, aktiviteti që ne e tregojmë në 10 net e fundit. Allahu na udhëzoft në rrugën e drejtë. Allahu bëf që rënjet thellë në zemrën tonë të lëshon imani, e pastaj degët e tij të dalin në jetën tonë të përditshme. Që fjalët e mira, që veprat e mira të jenë nga frytet e kësaj pemë të bukur, e këtij drungu të fuqishëm dhe rënjeve thellë të shtrira në zemrën tonë. Na mësoft Allahu xhallahu ala që të jetojmë me besim dhe me shpresë në shpëlim tek Allahu te barekutaala si dy motive kryesore që na lëvizin dhe e organizojnë jetën tonë. Kërkoni falje nga Allahu, nga sa Allah është falës dhe është mëshirues. Qul qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu at-taslim ala khairi khalqillahi ajma'in. Nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kathira. Të ndërlozër, kur ne përmenim këto kuptime, çfarë mesazhi përçojmë? Përçojmë mesazhin e bukurisë së kësaj feje. Çfarë feje të bukur kemi? E ndërtuar në urtësi, arsyeshmëri, shpjegime të qarta, të arsyeshme, jo në mjegulli, jo në paqartësi. Besimi jo nuk ka mjegulla, nuk ka paqartësi, nuk ka enigma. Jo, është i qartë. Ke i besun këtë për shkak të kësaj, dhe e ke bërë këtë për shkak të kësaj, e kështu më radhë. Edhe pse arsyeshmëria shkon për te mundësisë tonë me ja vendus pikën. Nga sa ta e din pasaj të më Allahu xhallahu ala. Përpjekjen për nxjerrë urtësi është përpjekje tek unë njerëzore, ndërsa urtësit realisht veç Allahu i din. Për treguar se sa është e pasur kjo fe me urtësi, me kuptime dhe arsyeshmëri, që realisht i përshtaten në natyrshmërisë së njeriut. Andaj është fe për njerin. Islami është feja e njeriut. Është fe për njeriun, në shërbim dhe dobit njeriut. Ne e kërkojmë natën e kadrit, mirë po krahas saj ndërtojmë kuptime, standarde që të i kalojnë dimensionet 10 netëve të fundit, që të shtrihen për të jetës tonë, e që i përmena dy për tyne. Dhe e treta të ndërozër, nga kuptim për nësie që janë të shumëta. Qëfar bënd të pejgamberi sallallahu aleyhu sallam në 10 të fundit? Krahas angazhimit, zelit, vazhdushëm që duhet të bëjmë, sa të kërë mundësi, natën veçanërisht në kërkim të natës së kadrit, po edhe ditë kur jemi agjeruar shumë. Krahas zelit, angazhimit, përkushtimit vazhdushëm, mbylljes në xhami, përmendjes së vazhdueshme, leximit të Kuranit pa ndërprerje. Krahas saj, zgjënte familjen. Shikoni, zgjënte familjen. Kujdesi për familjen e tij. Që ata mos të jenë gjumë, që ata mos të jenë të hutuar, ka shik këtij përfitime dhe mundësie të mëdha që Allahu xhallahu ala pas zbrat mbi robët e tij në këto natë të fundit. Prandaj të ndërlozë, nga kuptimet është edhe mobilizimi familjar, kujdesi për familjen, jo kujdesi për bukën e kafshatën, jo kujdesi për veshmbathjen,
ju kujdesi për sofrën. Qase kjo është kujdesi natyrshëm dhe i domosdoshëm. Kujdesi për ti këtij dimensioni. Kujdesi për besimin e familjes, kujdesi për edukimin e familjes, kujdesi për adhurimin e familjes, kujdesi për përkushtimin e familjes dhe për të me besimin e Allahut te barekuhu teala. Andaj kjo është e rëndësi, nga se çështja është serioze. Allahu tha në Kur'an: "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Ruani vetën e juaj, po edhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Ku janë fëmijët, familja, gruaja, burri, namazi ty në ku është, përkushtimin dhe Allahut ku është, largimi nga harami ku është, zbatimi urdhave të Allahut xhallahu ala si është një breng që duhet të ketë krye familjare mbi bregën e tij për ushqimin dhe pijen, mbi bregën e tij për vendbanimin e për shumë të tjera, nga se dunjoja kalon të ndërlozën, për mbetet përgjegjësia për Allahut manduar, për besimin, për edukatën, për adhurimin, e që çdo kush nga ne ka më dhënë llogari për këtë tek Allahu te barekuhu teala. Prandaj tu alëm në trashëgimi brezëve të arshëm, besimin në Allahun xhallahu xhelalu, për kushtimin, adhurimin, derën e xhamis, hapjen e Kur'anit, ndjek në rrugës e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e jo të përkushtuar në kërkimin natë së katërt veç vetë, dërsa asnjë fjalë, asnjë këshill, asnjë porosi familjare që ndoshta nuk i din këto, apo i din kanë harruar, apo janë habitur, çfarë do qoftë, po nuk janë të zellshëm sa duhet. Ai zgjon të familjen, u aprish të gjumin. Ngrituni se s'ka si këto net, nuk ka si këto mirësi. Prandaj të gjithë së bashku, një familje e përkushtuar në adhurim, njëri falet, njëri përmend Allahun, njëri lexon Kur'an e kështu me radhë. Çka mendoni se kjo shtëpi është? Për se një shtëpi e mëshirës, një shtëpi e faljes, një shtëpi e dashurisë që Allahu xhallahu ka zbrit me ta udhëzimin dhe mirësitë e tij të vazhdueshme. A dhe nëse kështu funksionojnë këtë dunja, do të jenë së bashku dhe në xhenet nesër, në shtëpitë e pallatit të xhenetit që i ka premtuar pejgamberi alayhi salatu përmes Allahut te barekuhu teala. Prandaj të ndrozur, nata e katërt na mëson edhe kujdesin për familjen, jo në kuptim material, por në kuptim shpirtënor, të zemrës, të besimit, të edukimit. Nga se po e shohim sot se shumë gjëra që kanë munguar të kaluarën, kuptim material, elhamdulillah kemi sot shumë mirë. Ushqimin kemi më të mirë, veshtin kemi më të mirë, e shumë gjëra kemi shumë më mirë se të kaluarën. Mirë po, a mund ta themi të njëjtën për edukatën, për respektin? Besoj që këtu pastaj dallojnë përgjigjet. Allahu na udhëzoft e gjendë e përmirësoft. Edukata dhe më të vjetrit, kur ka qenë më mirë, në të kaluarën apo tani? Edukata dhe mësuesit, kur ka qenë më mirë, tani jam më të kaluarën? Apo respekti për familjen, kujdesi i brendshëm, kur ka qenë më mirë, në të kaluarën apo tani? E shumë të tjera që ngritin pikpyetje, pse ndryshuam ma thu vallë? Dhe a duhet tashmë të kthehemi ku kemi qenë apo jemi mirë? Me qenë mirë nuk shtohen ankesat, me qenë mirë nuk shtohen problemet e krimit. Prandaj ne duhet ta luftojmë këtë ndryshim që po e shton krimin, po e shton dhunën, edhe brenda familjes edhe jashtë saj. E nata e katërt është një rast ideal që të rikthehemi vetëve tona dhe familjes tonë, që ta ndërtojmë tash dhe orientojmë anien e familjes, ta orientojmë me fuqinë e besimit, me udhëzimet e bindjeve dhe vlerave tona që kena besuar në to, sipas asaj që na ka mësuar Allahu dhe Muhamedi alayhi salatu wasallam. Allah na mundsoj që këtë natë, së bashku me familjet tona, së bashku si shoqëri, të arrijmë, të takojmë këtë natë, duke qenë në adhurim, në punë të mira, në përkujdese për një tjetrin, në përmend Allah xhallahu ala, nga se kush këtë arrin, ka arrit vallahi, shumë ka arrit, shumë ka fitu. Madje nuk mund të përshkruhet se ka fitu, përse ditën e gjykimit kur takohet me Allah xhallahu ala dhe me shpëtimin. Allah na gëzoftë me bajram të këndshëm, e të mirë, e të qetë, e të rahatshëm në familjet tona, në shoqërinë përgjithësi dhe për gjithë besimtarët anë këtë botës kudo që janë. Allahu xhallahu ala shëroft të smurit tonë. Allahu e përmirëson gjendjen tonë në përgjithësi. Allahu i mëshiroft të vdekurit tonë dhe bashkos bashkë me ta në xhenet. Të ndrozur edhe për fund një porosi dhe këshill e ngjashme atë javës së kaluar, edhe këtë xhumë do të detyrohemi me vendos postën për shkak të kërkesave nga ana e Bashkisë Islame të shpenzime të shumta dhe kërkesa për këtë muaj. Javën e kaluar kemi qenë shumë solidar, Zoti është përbleft. Kur është që ka dhënë 1 cent apo më shumë se kaq, Zoti ja shumë fishoft edhe në pasuri, në shëndet, në rahatësi në familje. Shpresoj që edhe sot do të jeni solidar, të ndihmoni, Zoti i ndihmoft kujdo që ndihmon punë të mira dhe kushdo që është i angazhuar në punë të mira. Allah na përmirësoj gjendjen
në ruaj nga çdo e keqe dhe nga çdo i ligë, nga çdo i keq. Në dhash Allah mirësinë këtë dunja, Allah në dhash mirësinë botën tjetër, dhe Allah në ruaj nga hidrimi dhe nga dënimi i tij. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله